e vështirë kjo. Faleminderit Ornela, ka qenë në fakt një bashkëpunim prej 15 vitesh me Dhomën Amerikane të Tregtisë, ku kam qenë prezente sa herë që është prezantuar indeksi, kësaj radhe qeveria vendosi të mos jetë. Unë kam shumë respekt për Dianën si eksperte dhe e vlerësoj, po janë disa gjëra që shkojnë përtej një debati që mund të zhvillohet në këtë tryezë, sigurisht që kërkon tipal. Rezultatet janë ato që janë dhe unë nuk dua të ndalem që t'ja analizoj. Unë shpresoj që ky të shërbejë si një plan pune për qeverinë, po dua të përmend 3 elementë kryesor. Unë shoh me shqetësim faktin që shumë nga ligjet dhe legjislacioni që miratohet për procesin e integrimit mbetet aty në letër. Ne kemi nevojë që dhe këtë hapësirën që ekziston ndërmjet ligjit dhe zbatimit, kemi nevojë që ta diskutojmë me biznesin duke bërë dhe një analizë të gatishmërisë së biznesit për procesin e integrimit. Se fjala integrim është një fjalë shumë e madhe, por nëse biznesi shqiptar nuk është gati për këtë ligj, për këtë legjislacion që vjen në rrugën e tij, atëherë këto do mbeten reforma në letër dhe këtu e lidh njëkohësisht dhe me indeksin e korrupsionit. Se pavarësisht se ne kemi ngritur institucione të forta për luftën ndaj korrupsionit, bizneset, antarët tuaj e perceptojnë indeksin e korrupsionit si një nga treguesit më shumë në rënje. Dhe kjo lidhet me faktin që sot në pjesën më të madhe të sektorëve ka shumë pak operator ekonomik. Ka kontrata të drejtë për drejta që mund të jenë monopole, ka ose në rast ekstrem oligopole dhe ka pak konkurrencë. Kjo Ornela reflektohet edhe ke rezultati që ju prezantohet që sot operatori më i madh në treg është shteti dhe nuk duhet të jetë shteti operatori më i madh. Duhet biznesi të tërheqë qeverinë për reforma, ndërkohë që një pjesë e madhe e reformave duke nisur edhe nga paga minimale ose paga mesatare, kanë mbetur atje për administratën publike dhe e vështirë që të ndiqen nga sektori privat si rezultat dhe i kufizimeve. Elementi i dytë që unë dua të përmend lidhet me analizën që ju bëni për sa i përket ekonomisë informale. Dje Monitori kishte një shkrim shumë të mirë për sa i përket sekretit publik të pastrimit parave dhe ekonomisë informale. Zhvlerësimi i eros me 30% ka sjell atë strukturë që ju prezantuat. Një rënje të bujqësisë, një rënje të prodhimit, dhe këtu kemi sektorin fason që paktën 2 vitet e fundit unë bashkëpunoj me to për të çuar iniciativa ligjore në parlament, dhe është një rrezik eminent sot që ka ndryshuar strukturën e ekonomisë, ka ndryshuar investimet e huaja direkte dhe nga ana tjetër ka sjell edhe në problemin e tretë që ju përmendni, për sa i përket ligjeve të cilat japin favore të veçanta fiskale. Dhe kjo nuk kufizohet vetëm tek investitorët strategjik ose tek ligje që japin favore për sektorin e turizmit. Për shembull, ligji për taksën e re të pronës e kalon favorin fiskal të investimit strategjik edhe ke rezidencat, duke e ndryshuar modelin ekonomik dhe duke stimuluar sektor që nuk e shpërndaj në rritjen në të gjithë bazën e ekonomisë. Këto 3 probleme reflektohen të treja tek prezantimi juaj. Ne vjet diskutuam me të vërtet, Neritani bëri një prezantim dhe të platformës së vjetshme, dhe unë mendoj që ne sot kemi nevojë së pari për një kod fiskal, për disa parime fiskale që ne duhet i vendosim bashkë të bien dakord, sepse diskrecioni fiskal në interpretimin e një takse në favor të një biznesi ose një tjetër është duke shtrëmbruar modelin ekonomik, dhe së dyti kemi nevojë edhe për një analizë të plotë edhe të investimeve të huaja dhe mënyrës se si mund stimulojmë sektor produktiv. Tani, ka shumë gjëra për të thënë, unë dua ta mbyll duke thënë që Neritani përmendi faktin që nuk mbahet ekonomia ka shumë aksione informaliteti, por nuk kanë rezultuar efektive. Nuk mbahet ekonomia me aksione. Informaliteti duhet të jetë një vullnet politik i shtrirë në të gjithë sektorët, dhe jo aksione sporadike që nuk kanë rezultat. Shpresoj shumë që ky të shërbejë si një plan pune për të gjithë aktorët, për të ulur për të parë se çfarë mund të ndryshohet, dhe shpresoj që edhe ato analizat profesionale që ju bëni për ligjet të përdoren, sepse me të vërtet janë shumë të mira dhe me të vërtet na shërbejnë dhe ne si orientim në punë. Faleminderit. Faleminderit, Jonida. Po, kemi. Unë jam në fio, ky raporti sot ishte shumë interesant, nuk isha qenë herë tjetër, me thonë vërtetën, pavarësisht se jam marrë me shumë studime ekonomike. Ajo që ndoshta duhet zerë vendesh përmendur në mënyrë interaktive në disa ose nënkuptohet, një nga elementet kryesore mendoj unë, paktën ndoshta dhe kam punuar në këtë fushë,
është çështja e menaxhimit të regjistrimit të pronave. Kadastra është unë do të thosha, është shtylla kurrizore e të gjitha, ose është e keqja më e madhe që kemi ne, sepse hyn në të gjitha, edhe modernizimi, megjithëse unë e di që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë financuar që në vitet 90 modernizimin e katastrës, tash Komuniteti Evropian e Kutadion, është edhe një projekt efektiv, por janë nisma shumë të vogla dhe mendoj që duhet bërë duhet marrë nga qeveria, po duke u shtyr edhe nga komuniteti i biznesit, çështja e modernizimit dhe funksionimit të katastrës duhet parë si një prioritet. Çështje tjetër që ju e keni përmendur dhe që është një element që i mungon edhe kulturës tonë shqiptare, me fjalë, ndoshta duhet të shohim edhe nga mentaliteti jonë, është mungesa, do thoshon, totale e konsultimeve publike ose çdo konsultim publik që është bërë për një projekt strategjik ose për një ndërtim, është për të qarë hallën. Është një fjalë, pavarësisht se ligji, po ta shohësh, unë bile kam marrë pjesë diku në atë ligjin e konsultimeve publike, që është bërë, ligji është shumë i mirë sepse është ligj evropian, por aktualisht nuk bëhet ose bëhet në mënyrë korruptive.